Një moment, ndjes lutem zoti Lita, ka një deklaratë zoti Noka, do të kthejmë që ju keni parë sot, nuk është parë as në regjimin Ajatullahut. Frika dhe paniku i Edi Ramës ka kthyer policinë e shtetit në një organizatë kriminale. Drejtori i përgjithshëm i policisë, kamikazi i Belindës, mercenari politik Skënder Hitaj, do t'jetë përgjegjësi kryesor për këtë terror që po ushtron ndaj qytetarëve me urdhër të kreut të narkosit. Panikun e kreut të narkos nuk e ndalon dot. As këta që i kanë veshur kështu, si t'ishin për luftë, dhe as ato pajisjet, makinat, që tek ardhi SPK nuk ishin ujë, ndërsa këtu rrinë të përgatitur kundër opozitës dhe kundër popullit me ujë dhe me gjitha. Nuk e shpëtojnë. Këta janë njëran, të urdhruar. Këta çdo njëri prej tyre nuk ka bukë të çojë të shtëpia vetë sot. Këta lëvizin vinë këmbë në punë sepse nuk kanë lek blen karburantin, por urdhri i regjimit i dikton që të përleshen me vëzët e tyre. Për këta ndjem keqardhje. Ama Edi Rama do ta paguaj 1-1 këtë terror që ushtron ndaj opozitës. Mendon se me terror do t'i mbyll gojën opozitës. Ta harroj. Edi Rama mund të përdor si kamikaz, një përdorimësh, Skënder Hitaj. Por duhet të kenë parasysh një gjë. Fundi i pret. Fundi i tyre, siç është fundi i Ajatullahut apo i çdo diktatori, e pret Edi Ramën dhe bandën e tij. I bëj thirrje edhe drejtorit të Tiranës. Kamikazi tjetër Enton Allushi. Do t'jesh ti, do konsiderohesh nga opozita pjesë e organizatës kriminale që drejton policinë e shtetit. I bëj thirrje edhe drejtorit të operacionales së Tiranës, zotit Bendo. Do të konsiderohesh nga opozita dhe ti si një nga antarët e organizatës kriminale që drejton policinë e shtetit. Pastaj, pa as më të voglin diskutim, edhe i famshmi nën drejtor që urdhëroi forcat e ndërhyrjes shpejt. E dini ju kush ishte ish drejtori i famshëm apo jo? Ish drejtori i komanduar. Sokol Bishka. Kriminali me famë, njeriu që nxorrin prit Gjergj Mehmetin. Sokol Bishka do të konsiderohet nga opozita si një nga drejtuesit tjetër të organizatës kriminale. Pra, Skënder Hitaj, Sokol Bishka, Enton Allushi dhe ky si ka i operacionales Berhani do të konsiderohen organizatë terroriste, grup i strukturuar kriminal për opozitën. Grup i strukturuar që përdoret nga Edi Rama për interesa jo të ligjit, jo të shtetit, por për interesa të karteleve, të korrupsionit të Belindës dhe për interesa të mafjes në pushtet. T'jem sigurt që opozita nuk do të ndalet. Nuk ka dhunë, nuk ka Ajatullah Surreli që mund të ndaloj opozitën. Opozita nuk do të ndalet derisa ta largoj këtë të keqe të madhe që ka kapluar Shqipërinë. Kanceri ka një rrugë, ndërhyrje radikale, detyra e opozitës dhe e shoqërisë shqiptare për të shpëtuar këtë vend nga kanceri që quhet rilindje dhe koka e kancerit që është Edi Rama është vetëm një operacion kirurgjikal radikal për ta kryer këtë regjim i cili sot e 13 vjet për ndor shqiptarëve. Ta harrojnë, ditët i kanë shkurtra. Ditët i kanë shkurtra. Shqiptarët shohin mirë që sa më shumë panik, aq më shumë dhunë dhe terror. Nuk mbrohen me këta. Nuk mbrohen. Ta harrojnë se mbrohen. As me këta, as me gaz, as edhe me ato makinat, që thash, që s'kan ujë për të fikë zjarrit e mafjes ndërtimit që i licencon Edi Rama, të Arlisit, por kanë ujë dhe spraj për të goditur opozitën. Faleminderit.
Kjo ishte deklarata e pare e Nokës pas këtyre zhvillimeve, por në linjë me atë çka e nisi fjalën Lita në këtë diskutim bashk. E quajnë drejtorin e ri të policisë shtetit pjesë organizatës kriminale, apo policinë organizatë kriminale. Si të duket një koment mbi deklaratat e Nokës, por në linjë edhe të asaj që nisën? Unë mendoj që sot drejtori i përgjithshëm i policisë ka dhënë një provë zjarri, i ka treguar besimin që i ka dhënë Edi Rama, i cili teksa flet për demokracinë në Spanjë, me këmbësit e tij në Tiranë ushtrojnë në dhunë të paprecedent ndaj eksponentëve të opozitës ndaj qytetarëve, sepse po kërkojnë më shumë të drejta, më shumë demokraci, komisionet hetimore kërkojnë që ky vend të bëhet i jetueshëm. Ndërsa është e qartë që kjo protestë, ky organizim është i filtruar nga policia. Policia ka pasur në advance. Po, ka një qasje të re në protestës? Ka në advance të gjithë skenarin dhe duket nga vendosja në për akset e qytetit ku policia ka marrë masa preventive parandaluese të ecurisë së protestës. Pra kanë pasur informacion të brendshëm dhe nuk është larg të thuhet që protesta është tradhtuar nga vetë eksponentët e asaj partie apo njerëz të infiltruar nga policia apo shërbimi informativ, kushdo qoftë. Ajo, ndoshta edhe përgjime, sepse këtu përgjimet tashmë janë bërë ciklike nga të gjitha palët dhe mendoj që kanë pasur informacion të bollshëm. Megjithatë duhet thënë që protesta nuk i arriti objektivat sot, pra pritshmëritë për të galvanizuar qytetin, për të galvanizuar qytetarët. Çfarë pritej sot? Të paktën në linjën e asaj që kemi ditur deri tani. Ajo që vura re nga ora 5 deri në orën 6 dhe pak më tutje, është që qyteti i Tiranës u zbras nga qytetarët vendas dhe u mbush nga qytetarët që vinin nga rrethet. Pra, ata që duhet të dalen të protestojnë, në fakt u mbyllën nëpër shtëpia apo nëpër kafene apo qendra tregtare për të parë punët e tyre, ndërsa një pjesë tjetër e qytetit proteston. Pak më matan tek piramida do ketë dhe një fest me muzikë dhe parti të rinisë, pra ka një skicofreni të shoqërisë ku disa protestojnë, disa qeshin, disa festojnë, ku në fakt tregon që shoqëria nuk është gati për të bërë ndryshime, pra është akomoduar me këtë qeverisje dhe nëse ka ndonjë pak revolt apo diçka ndryshe, ajo shtypet në mënyrë preventive nga policia e shtetit me spraj dhe me gas. Pra, lavdrim, më tepër se sa çështje informacioni, nga sa po thua, ka lidhje më tepër edhe një qasje tjetër e drejtorit